Lajmi i madh tregohet se janë gjetur gjurmë të jetës jashtëtoksore tej sistemi ton diellor, ku tani po ja u tregoj. Ndiqeni me vëmendje dhe do të dëshiroja një komentin tuaj në fund, sepse ato që do t'ju them sot janë vërtet shumë të çuditshme si informacione. Kush është rastisht, do t'i lutesh aty bëj like faqes nëse nuk e ka bërë ende, dhe faleminderit që gjendemi për herë bashk. Shkencëtarët janë të bindur për këtë, por nuk thuhet publikisht. Do t'ju them dhe pse nuk thuhet publikisht. Tregohet se është gjetur një tokë tjetër, tamam si toka jon, por quhet super toka për dy arsye. Arsyeja e parë është që është shumë herë, 3 herë më e madhe se sa toka, si planet, por arsyeja tjetër është që quhet super tokë sepse ka dëshmi jo vetëm të jetës, por shumë të favorshme të jetës atje, dhe që padyshim duhet të ketë jetë. Tani, pse thuhet që me superlativa, pra nuk e thon publikisht? Do t'ja them se përse. E para njerëzimi nuk është gati. Dhe duhet të dini, shiko, do t'ju them diçka, sepse kisha bërë një parantezë të kësaj, pikërisht të këtij argumenti, dhe disa fillojnë duke ne kemi dalë jashtë sistemit ton diellor etj. Ju mendoni se në këtë planet ne jemi të vetëm, pra jetojmë vetëm, po sikur të ketë një specie tjetër më të zhvilluar se njeriu, dhe gjithë kjo këtu të jetë një lloj burgu, si mund të quhet, për të mbajtur nën kontroll gjithë njerëzimin. Dhe sikur të ketë një bari aty që ruan gjithë njerëzimin. Ju, çfarë mendimi keni për këtë? Mund të jetë vërtet? Sepse njeriu nuk mund të jetë i vetëm në të gjithë këtë univers të pafund, në gjithë këtë si mund të quhet, një pafundësi nuk mundet. Pra, në qoftë se ka jetë, ku mund të ketë jetë? Unë do t'i them tani që çfarë mendimi kanë studiuesit dhe shkencëtarët për këtë planet, dhe pastaj le ta diskutojmë. Planeti, ky super toka, gjendet në një sistem diellor tjetër dhe gjendet rreth 120 vite dritë. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që është, për shembull, nëse ne të masim distancën mes tokës dhe hënës, shumëzoje këtë për 1 miliard herë. Pra, 1 miliard herë distanca mes tokës dhe hënës, kjo është distanca që gjendet super toka. Tjetra është, si ka mundësi që shkencëtarët thonë që ka jetë? Ka disa mënyra për ta llogaritur, por mënyra e parë është ajo e atmosferës që gjendet sipër këtij planeti. Dhe si bëhet kjo? Kjo, unë pash një intervistë të një fizikant italian, që ai është te jeti bindur që atje kanë gjetur jetë, ka diçka që ai nuk thotë, ndoshta nuk mund të shpreh më shumë, sepse ndoshta dikush nga ju do fillojë të qesh pasaj, sepse mendon që këto shiko, derisa, si thoshte Schopenhauer, në fillim një e vërtet e hidhur, thoshte Schopenhauer, përballet thot me njerëz ignorant që fillojnë dhe tallën dhe qeshin. Pastaj ka një diskutim të madh çështja, pra kur ti jep një informacion të ri, dhe në fund fare pranohet sikur të ishte çdo gjë normale. E njëjta gjë ndodh edhe me një të vërtet, të tillë. Pra, sepse do t'ja u them se përse. Atëre, përpara se të eci përpara, do ja them, do qëndroj pikërisht këtu. Duhet të dini që ne njohim vetëm 4% të botës që na rrethon. Pra, senset tona dhe botën që njohim, e njohim vetëm 4% në mënyrë shkencore. Kjo nuk është se e them unë, e thot vetë shkenca. Dhe si mund të pretendojmë ne që njohim gjithçka? Si? Ne nuk dim senset tona, senset tona janë më banale se sa kafshët. Kafshët janë më të zgjuara se ne në disa aspekte. Po flas për shembull, macja sheh shumë më shumë se sa njeriu. Qeni ndjen vdekjen përpara se njeriu ta ndjej. Me ditë të tëra, bile, jo brenda ditës, por edhe një javë më përpara, qeni ndjen vdekjen dhe fillon dhe ulërin. Dhe këto janë shkencore, nuk është se i them unë. Dhe kjo të bën të kuptosh që njeriu njeh shumë pak. Atëre, si është e mundur që ne të themi që njohim çdo gjë? Si mund të njohim ne? Do kush nga ju mund të thotë, po mirë, ne kemi përgjigjen sepse kemi teknologjinë. Jo, gabim, sepse teknologjia është bërë sipas ekzigjencës që ne kemi, sipas senseve tona. Senset tona kanë nevojë për atë, ti ke bërë prova për atë, dhe janë senset tona që atë perceptojnë, pra atë lloj sistemi që ti ke krijuar. Pra edhe në këtë rast unë mendoj që nuk është e vërtet që ne njohim çdo gjë, dhe është çdo gjë që na rrethon mund të jetë iluzive, dhe ne nuk e kuptojmë, mund të jetë e programuar.
Pra, ky është fakti i padiskutueshëm që dhe i pakundërshtueshëm që ne mund të kemi jetë jashtëtoksore dhe këtu dhe nuk kemi një gjendje ta perceptojmë. Megjithatë të kthehemi mbrapa edhe një herë tek ky lajm. Atëre, nëse e mbani mend në vitin 2019 kisha bërë një video që e shpërndava edhe këtu në YouTube dhe tregoja që shumë shpejt shumë gjëra do të ndryshojnë sepse shumë shpejt do konfirmojnë jetën jashtëtoksore publikisht, me fjalë do ja u thonë njerëzve. Dhe unë jam i bindur për këtë, që shumë shpejt do të na thonë që ka jetë jashtëtoksore. Si ka mundësi që pikërisht tani, e para njëherë që e hedhin kështu, supertok, është gjetur një supertok dhe 99% ka jetë. Si mund të thotë shkenca ka jetë 99% sepse janë të sigurt që atje mund të ketë jetë. Si? Sepse kur thonë 99% janë të sigurt. Nuk mund të thonë mund të ketë jetë. Jo. Pra, e para një, dikush nga ju do thotë është kaq larg sa ne nuk mund ta gjejmë këtë gjë qofse ka apo s'ka jetë. Po sikur ata të kenë ardhur këtu, të jenë këtu aktualisht. Ashtu si që keni parë para disa muajsh, kisha bërë një video që në Washington, pra në Pentagon, thonë që Anunnakët janë kthyer. Tani janë zëra të shërbimeve sekrete. Nuk është se janë vetëm në Washington këto gjëra. I keni edhe në Rusi, dhe Rusia thot, bile edhe Turqia e tha kohët e fundit, që ka një jetë jashtëtoksore, një inteligjencë jashtëtoksore që ne nuk e perceptojmë dot, nuk e kuptojmë dot. E tha vetë Erdogani para disa kohësh. Pra, po ta shikosh në të gjitha shtetet ka politikanë që e thonë me superlativa në një mënyrë që ti ta kuptosh. Dhe pse nuk e thonë haptazi? Nuk e thonë haptazi sepse në qoftë se unë do t'ju thoshja sot juve. Shiko, erdhi alieni. E dini se çfarë bëhet apo jo? Në qoftë se thua ti sot erdhi alieni, shkatërrohet bota brenda ditës. E di që ndokush ajo do të thotë jo, pse nuk është e vërtet, sepse pjesa dërmuese e njerëzve janë ignorant, janë të painformuar. Dhe kush e di se çfarë mund të krijohet atyre në mendje? Pra ti nuk mund t'ja u thuash do të kështu. Por e fillon me filmat kanë filluar që nga vitet 60, dal nga dal, pastaj i fryn ata i thua që ja disku atje, fillojnë disjet pastaj, dhe pastaj thonë jo, po disa janë të vërtet, disa nuk janë të vërtet, se duhet t'i afrohen. Dhe tani i quajnë WAP, sepse WAP-ët janë të vërtet, thonë. Pra, dal nga dal, detyruan edhe shërbimet sekrete që thonë po, disa prej tyre, 20% prej tyre janë të vërtet. E dini se çfarë do thotë 20% e tyre të vërtet apo jo? Do thotë që ka jetë jashtëtoksore dhe ne nuk e njohim. Nuk janë njerëzore. Jo, se po të ishin njerëzore, do thoshin që është i Kinës, i Japonisë apo ndoshta edhe i Rusisë. Por jo. Sepse edhe Rusia bën të njëjtën gjë. Edhe Rusia tregon që ka shkuar deri në disa zona dhe ka kapur bile me disa radar, mikroradar të vendosur në për drone. Dronet kanë rënë, janë rrëzuar pa asnjë që janë drone super të sigurt dhe ata nuk e dinë se si është e mundur në disa momente, edhe pse kontrollojnë çdo gjë. Pra, po ta shikoni në çdo cep të globit ka informacione që japin dal nga dal këto gjëra dhe kur të vi momenti do japin publikisht. Kur do vi momenti, unë mendoj që brenda vitit 2030 do japin lajmin, do thonë që kemi gjetur jetë jashtëtoksore. Mbajini mend këtë video, bile do t'i thoshja që këtë video të mund ta konservoni. Mbajini dhe do shikoni që maksimumi deri në vitin 2032 do japin lajmin që ka jetë jashtëtoksore. Pastaj për t'i takuar ata, ma merr mendje nga viti 2050, jo më përpara. Pra për të patur një dialog drejt për drejt që thonë ne jemi të një jemi hibrid apo jemi të një race tjetër jashtëtoksore që nuk i përket njeriut. Sepse njeriu ambientohet me çdo gjë. Shiko, para disa kohësh tham për njërin për shkakun që ai ishte në burg, nuk e di e mbani mend atë video që kemi para 2 viteve, ishte në burg dhe pas 20 viteve që ishte në burg, i ziu fillon të qante sepse qau përpara se të shkonte në burg, një njeri. Dhe pastaj qante që mos të dilte nga burgu se nuk ku do shkoj, thoshte. Ishte ngjarje e vërtetë, nuk është se janë fantazi këto. Pse kjo? Sepse njeriu ambientohet me çdo gjë. Dhe në këtë rast ti truri yt, nëse thua që erdhi alieni, pson një shok të madh. Por ti duhet të ambientosh trurin dal nga dal, që ai mos të psoj këto
momente krize në tru, sepse shkatërohet çdo gjë. Dhe atyre u nevojitet. Ndryshe nuk kemi pse jetojmë në këtë planet. Pra duhet jetë çdo gjë me rregulla sipas tyre. Kështu që çfarë mendoj unë për këtë super token? E para njerë që është një lajm fantastik. E dyta, me kalimin e kohës do kuptoni sepse do t'ju authon dal nga dal, do shikoni edhe shkencëtar të tjerë, unë e pashte një fizikan thash italian, po do shikoni edhe një shkencëtar të tjerë do e thon publikisht, ne për këto arsye themi që këtu ka jetë. Pastaj do thon, shikom, duke se kemi gjetur dhe pastaj do thon, okay, do vinë pas 5 viteve apo 10 viteve. Sepse kështu e bëjnë, nuk mund ta bëjnë dot me njerë. Megjithatë unë do dëshiroja një komentin tuaj, a e kishi dëgjuar këtë para super toka, që është gjetur një planet ku 99% mendohet që të ketë jetë, dhe në qoftë se ka jetë jashtëtoksore, ju çfarë mendimi keni? Si mund të jenë? Mund të jenë si ne? Ose çfarë karakteristikash kanë që janë ndryshe dhe pse duhet të jenë ndryshe? Pres një komentin tuaj, sepse në tekstet antike dikush pretendon që janë pothuajsi ne, vetëm që ndryshon ADN-ja e tyre. Pra ata që janë nën kontroll këtu, që bëjnë kontrollin total, sipas konspiracionistëve. Megjithatë, nëse ka forma të tjera, këtë do ta shohim. Megjithatë, pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për super token, nëse ju mendoni që me të vërtet ka jetë, dhe nëse ju mendoni që për shembull në Mars, siç kanë gjetur ujë, mund të gjenerohet jeta ose të zhvillohet jeta në planetin Mars shumë shpejt. Pres komentet, por për këtë do flasim në një moment tjetër. Kështu që kaloshi një ditë të bukur dhe si gjithmonë kush nuk e ka bërë like në këtë faqe, do t'i lutesh që ta bën dhe nuk i kushton asgjë, dhe ju falenderoj që jemi për herë bashkë.